Kur vjen puna te tallja me Donald Trumpin, kryeministri shqiptar është më gastor se komedianët Jimmy Kimmel, Steve Colbert dhe Jimmy Fallon, të gjithë së bashku, por mbetet për t'u parë nëse Trumpi e ka marrë si shaka fyerjen që Rama i bëri. Trumpi, siç dihet në mbar botën, është shumë më i mirë në lëshimin e fyerjeve se sa në përballimin e tyre. Rama, 61 vjeç, udhëheqës i njohur socialist i këtij vendi të vogël ballkanik, i bëri liderët politik të shkriheshin gazet në një samit evropian në Kopenhagen një javë më parë, kur bëri shaka për ngatresat që Trump u bënte vendeve. Nga ana tjetër, Trumpi ishte në shtëpinë e bardhë duke tentuar të përfundojë luftrat në Gaza dhe Ukrainë, duke folur për disa konflikte që ai pretendon se i ka përfunduar nëpër botë, si lufta midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Trump në disa raste ka ngatëruar Armeninë me Shqipërinë. Armenia është një shtet pa dalje në det në rajonin e Kaukazit të jugut në Euroazia. Ajo kufizohet me Azerbajxhanin dhe Turqinë. Shqipëria është në Ballkan, kufizohet me Greqinë dhe Malinezi. Jared Kushner, dhëndri i Trumpit së bashku me investitorë arab, po planifikonin një investim luksoz prej miliarda dollarësh në një ishull të papopulluar shqiptar. Banorët e quajnë Trump Island do të jetë vepër fitimprurse për politikanët. Trumpi foli për përfundimin e një lufte që nuk ka ekzistuar midis Azerbajxhanit dhe Shqipërisë, teksa e kishte fjalën për konfliktin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, kur njoftoi një marrëveshje paqeje midis dy vendeve në konflikt. Trump pozoi në shtëpinë e bardhë duke shtrënguar duart me dy liderët, presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe kryeministrin armen Nikol Pashinyan. E pam Azerbajxhanin, ishte një luftë e madhe që zgjati 35 vjet me Shqipërinë. Mendoni budallëkun, tha ai. Në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Danimark, një nga ata djem, presidenti Aliyev, ishte bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron dhe disa personalitete të tjerë, kur Rama nisi shfaqjen e tij komike, duke qeshur me Trumpin. Në videon, Rama, duke u kthyer ndaj Macronit me shaka, e qortoi liderin francez se nuk e kishte uruar atë dhe Aliyevin për paqen që Trumpi kishte arritur midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit. Duhet të kërkosh falje ndaj nesh, sepse nuk na urove për marrëveshjen e paqes që presidenti Trump bëri midis Shqipërisë dhe Azerbajxhanit, tha Rama. Ndërsa grupi qeshte, Macron buzëqeshi dhe me fytyrë serioze tha, më vjen keq për këtë. Ai punoi shumë, tha Rama, duke fyer më tej Trumpin. Sa u përhap menjëherë komenti i Ramës në lajme ndërkombëtare, ai u detyrua të tërhiqej. Në një falje që tingëllonte kryesisht si një gjunjëzim, Rama i hodhi faj medias, që shndroi fjalët në helm politik. E vërteta është që presidenti Trump ka treguar veten si një lider që ka sjell fjalën për paqe prap në vokabularin perëndimor, tha ai, por është tepër pak, ndoshta tepër vonë, nuk mund t'i tundësh mantelin Supermanit, sidomos kur ai kërkon të ndërtojë një ishull luksoz.